Drejtoria Rajonale Ujësillës Kanalizime Rajoni Vlorë synon pajisjen me maca të ujit të gjitha abonentëve familjar dhe privat në të 3 bashkitë ku ajo ushtron aktivitetin e saj. Drejtori Ermal Murati u bën thirrje të gjithë qytetarëve që nuk kanë maca të vetë deklarojnë dhe të bëjnë kërkesë për t'u pajisur me kontator. Kreu i Ujësillës Kanalizime Rajoni Vlorë tha gjithashtu se po bëhen të gjitha përpjekjet për të zgjidhur çështje teknike për vendosjen e macave edhe në pallatet e vjetër në qytetin e Vlorës, ku sistemi matës nuk vendoset dot momentalisht për arsye teknike. Unë bëj thirrje dhe qytetarëve vetë të bëjnë një vetë deklarim për të paraqitur dhe të pajisen me matje. Ne kemi planet tona të vendosje sistemit matjes pa diskutim, por kur ka dhe një bashkëpunim me qytetarët që për të patur konsumi real të ujit duhet vendosë dhe sistemi matjes, duke lënë një anë ato që kanë probleme teknike, kryesisht pallatet e vjetra dhe për ato po punohet faktikisht. Ka filluar një projekt ku dhe kolonat e brendshme të pallateve të vjetra do vendosen le të themi në një standard me pallatet e reja, ku do jetë e mundur dhe vendosja e sistemit të matjes. Kështu që është një shpesh le të themi faktin që është fitore dhe neve bëjmë punën tonë më thjeshtë dhe më mirë dhe për qytetarët ka një lloj transparence dhe sigurie për faturën, por dhe nga ana e tyre duhet një lloj reagimi për ata që s'kan sistem matje, për ata që mund të denoncojnë dhe lidhjet e dy fishta, dhe ky është një problem tjetër. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Ujësillës Kanalizime në Vlorë Ermal Murati thekson se grupet në terren do të punojnë për të identifikuar rastet abuzive, përfshi këtu edhe lidhjet e jashtëligjshme. Përfshirë nga rasti që me gjithë inspektorët një nga detyra nuk është vetëm prerja e detyrimeve e linjës së ujësillësit kur kanë detyrime, por edhe të identifikojnë dhe konstatojnë rastet e abuzive dhe jo vetëm nga inspektorët, vetë qytetarët. Uji është një shërbim si gjithë tjerët, ashtu sikurse është energjia elektrike apo gjithë elementet jetësor të jetës së një njeriu, edhe kur blen bukën në dyqan duhet ta paguash dhe kur blen ujin në dyqan e paguan, por dhe ky ujë i cilësisë shumë të mirë që ka Vlora, me thënë drejtën, duhet patjetër të jetë subjekt si faturimi dhe pagese nga ana e qytetarëve. Murati thekson se po punohet intensivisht edhe për vendosjen e sistemit matës në territorin e bashkisë Selenicës, me qëllim formalizimin e konsumatorëve në këtë bashki. Ashtu paralelisht do të punohet edhe me Himarën. Po, patjetër, dhe nëpërmjet komunikimeve aktiviteteve që kemi pasur dhe me Koculin edhe me zonën e Selenicës, sistemi matjes do shtrihet edhe në atë zonë që deri dje, me thënë drejtën, nuk kanë pasur sistem matje, nuk kanë pas as linjën e duhur për vendosur një sistem matje, kanë gjetë gjithmonë burime alternative, po tashmë jemi drejt largimit të këtyre stileve të vjetra, çdo kush duhet paguaj ujin. Drejtoria Rajonale e Ujësillës Kanalizime Rajoni Vlorë synon formalizimin e të gjithë konsumatorëve të ujit, familjar dhe privat, si dhe vendosjen e macave, ndërsa u bën thirrje të gjithë konsumatorëve familjar dhe bizneseve të paguajnë detyrimet.